5 ditë pas njoftimit zyrtar për fillimin e punimeve në pedonalen e qytetit të Koplikut, Bashkia Malësi e Madhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret në terren. Zona, që prej kohësh është në gjendje të degraduar, vazhdon të ofrojë një pamje të mjerueshme, ndërsa banorët e qytetit shohin për të disatën herë premtime të pambajtura dhe mungesë serioze të transparencës. Në postimin e publikuar në rrjetin zyrtar të bashkisë, u tha qartësisht se gjatë javës do niste ndërhyrja për rikonstruksionin e pedonales dhe qytetarëve ju kërkua bashkëpunim, duke u paralajmëruar dhe me masa ndëshkuese në rast mos zbatimit të rregullave. Por çuditërisht, jo vetëm që punimet nuk nisën, por edhe vetë njoftimi u fshi në heshtje nga faqja e bashkisë, një veprim që ngre dyshime për mënyrën si menaxhohet informimi publik dhe përmbushja e detyrimeve institucionale. Qytetarët ndihen të mashtruar dhe të zhgënjur nga një institucion që jo vetëm nuk vepron, por as nuk jep shpjegime. Pedonalja, që duhet të jetë një hapësirë funksionale dhe estetike për qytetin, vazhdon të shërbejë si simbol i neglizhencës dhe dështimit të autoriteteve vendore. Bashkia Malësi e Madhe i detyrohet qytetarëve jo vetëm punimet e premtuara, por edhe një sqarim publik. Pse nuk kanë nisur punimet dhe pse është fshirë njoftimi zyrtar?